Guys, jam me Aleksian. Aleksia që do vitem në mbrëmje yje, kur Aleksia? Kismet. Por që do vi? Inshallah. Do na tregoj gjithë rrugtimin e saj dhe pse vendosi që të jetë besimtare, muslimane 100%? Normalisht 100%. Vetëm 100%. S'ka përgjysëm, besimi nuk ka përgjysëm. Jo. Perfekt nuk jemi, po përpiqemi. Okej, presim Aleksia. Shu e kam këto të futbollit. Tani, Oti, i preferuar, shtypet kjo, dhe këtu ka ca mini rollsa të vegjël që të aplikohet serumi syve. Oti vazhdon të jetë një supermark, është koreano-japoneze, po ke parasysh këtu mrapa, së dalloj dot. Shifini këto, janë 3 rollsa të vegjël që aplikohet serumi syve dhe nuk kam pa masazh më të mirë për të përcis gjithë produkti. Ja. Me që ishim tek e diela që është dita e maskave, unë vdes për të dielen, do bëj gjithë të trajtimin tani, më pas do bëj një pastaj do i tregoj më pastaj do me thënë tani sa të mbaroj me rutinën e fytyrës. Ky është një serum nga Oti që ka një aromë të mrekullueshme dhe efekt të jashtëzakonshëm. Do i tregoj pastaj një kek që e bëra pak më përpara. Ta sistemoj çikat videon edhe do ta postoj. Që ke vikula? Kjo është Viki, bëri dush miq. Faleminderit. Ditë dje lahen ne. A Vik? Dita dushit sot. Kush ka thënë se është kollajt? Me i vu tavolinat bashk. S'fani, Dika. Djesë jam të më shkua aty me i organizua këto tavolina. O njerës, edhe ju që po i bleni biletat minutin e funit, çka keni prit deri sot? Hajtë se ka me kalua. Ka me kalua, kena me festua.